Socialistët miratuan një sër projekt ligjesh ndërsa opozita mungonte në sallë gjatë momentit të votimit. Prezent në fund të seancës ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili prej një kohe të gjatë kishte munguar në seancat plenare. Ai u pa i buzëqeshur teksa votonte projekt ligjet në rendite. Socialistët votuan ndryshimet në ligjin për sportin me 71 vota pro dhe 4 abstenim. Projekt ligj i cili solli debate në kuvend. Deputetët që abstenuan ishin Erion Braçe, Petro Koçi nga Partia Socialiste, Dashnor Sulaj PD-s dhe Meri Markiçi e PSD-s. 70 vota pro, 4 abstenime, 0 vota kundër. Projektligji miratohet në tërësi. Po ashtu u miratuan edhe projekt ligjet për përpunimin e informacionit të udhëtimit në Republikën e Shqipërisë, projekt ligji për kontrollin e kufirit shtetëror, për shëndetin e bimëve dhe të kafshëve. U miratuan po ashtu ndryshimet në projekt ligjin për të huajt, për zyrën e rikuperimit të aseteve, për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Indërtim dhe Zhvillim, për financimin, për veprimin e ofrimit të shërbimeve të përqendruara dhe gjithëpërfshirëse të përdoruesit. Po ashtu u miratua projekt ligji për prodhimin, transportin, tregtimin dhe përdorimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme për transport. Po ashtu u miratua struktura organika dhe klasifikimi i pagave të personelit me kohë të plot pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.